le t'jetë këshill për juve dhe për mu, për zemrat tona, që të jemi më qëndrushëm në dinin e Allahu te bareke ve taala, kur vëllezër mundeni me ardh në namazin e xumas, që është kohë pune, njerëzit punojnë këtë kohë, e ju mundeni me ardh me e parë namazin e xumas, a thu ballë, a ka vlerë më shumë namazi i xumas, apo ka vlerë më shumë namazi i sabahut? Namazi i sabahut ka ardhur në hadith, që në suneti i sabahut është më i vlerëshëm se krejt dynjaja dhe çka ka në ta. Dhe suneti, e ku është parsi? Ti që ke pas mundësi me ardhë, në gjuma, koha me shi, e njerëzit punojnë, të shtatë të ke lau punën, është dash me ardhë, me mund, tu me ndu që të falë në unë vish një herë njatë. Të falë në unë vish një herë njatë dhe balë është për mu. Jo valla nuk është balë. Jo valla nuk është balë, se ti kur kujtan me prish gjumi, për hatër të Allah, gjende gjelalu në kohën e sabahut, qysh duhet me kam balë? E qysh duhet me të mshiru Allahu Azza. A mos e vjen gjuma namazin e sabahut se farë? Ose a i agjeran Ramazanin namazin se farë? Logikisht, për çka agjeran? Agjeran për me të falë me kate, s'ka dyshem. Agjeran për me madhru Allahun, s'ka dyshem. Po shumë herë ma i madhë është adhurimi, dhe shumë ma i madhë është afrimi tek Allahu me namaz se sa me agjerim. E dini? Shumë ma i madhë është afrimi tek Allahu me namaz sabahut se sa me namaz gjumas. E dini? Namaz i gjumas nuk në zem. Namaz i sabahut as nisat nuk mushe. Për çka? A shumë gjumit me? Apo rrinë derin 4 derin 5 në qatë të bjen plen? Apo e falë të shpia? Nëse e falë të shpia patak, atër nëse e falë të shpia bravo të qohë. Por nëse se falë heq bjen plen dhe të qohësh, pa e falë namazin e sabahut, kujtëm me i dalë për para. A dalë me i dalë Allahu të azogjën për para pa namaz? Pse nuk duhet një sabah në gjamin tonë që shumë e kanë kalabah? La ilaha illallah.